Vim në mam pas pak me një tjetër të ftuar i cili do na sjell eksperiencën e bukur të mëmësisë, do të na sjell shumë gjëra interesante, sidomos sa i përket udhëtimeve me një bebe në 1 vjeç, por përpara se të shkojmë aty, një falënderim special vjen për ju dashur miq që na ndiqni dhe lutem shumë që të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për të rritur çdo ditë më tepër dhe për të na komentuar, për të na sugjeruar dhe falenderojmë ndaj Thisën dhe Dinorios që janë çdo javë me ne. Ja nisim me ftuarin e radhës. Unë buroj në strug, unë buroj në pej, i bëj malet bashk, skej më skej. Është shumë dashuri drin islami. Më tha mami, djali quhet Drinta sepse kështu. Dhe tha, mendoj që ju të dyve mund të shkojë shumë mirë, po shumë kohë më përpara dhe unë çfarë dy thash, ka shumë të drejtë. Po. Ne donim shumë që të ishte një emër shqiptar, sepse ai mund të jetë banori botës, po që Patjetër. Është një gjë e bukur që mund ta mbarti me vete gjithandej. Sot në mam ka mami Venerën. Është kënaqësi në fakt të kem këtu. Sa shkoi Drin? Drin është 11 muaj e 2 javë. Se tani akoma jeni kështu 11 muaj numroni ditët akoma, po pastaj kur kalon 1 vjeç fillon pastaj 1 vjeç e gjys, 2, 3 harrohen. I ke bërë ti ato tortat muaj për muaj apo jo? I kemi bërë muaj për mund të na ketë ikur ndonjë muaj, po që kryesisht po. Po. Që në muajin e parë, besoj, ke pasur tematika apo jo? Kryesisht me gjëra që ai ka pëlqyer gjatë muajit. Okay. Ishim të fiksuar fillimisht me pandën, pastaj me koala, pastaj tani me top, vetëm top. Filluam shpejt në fakt sepse u lidh me çështjen e muajve dhe numërimit të ditëve, edhe pse unë do e nisja nga marrëdhënia ju të dyve, e cila ka qenë një marrëdhënie e konsoliduar në fakt në çift, një dashuri e gjatë, bashkëtesë gjithashtu, dhe hap pas hapi në një martesë të bukur, në një dasmë të bukur dhe sigurisht që pas dasmë njerëzit duan që të kenë një fëmijë, vazhdimësim, pra le të themi një proces normal për një çift. Ju erdhi shpejt, apo jo? Ne na erdhi shumë shpejt. Në fakt unë edhe shpejt tani, ne kishim 13 vite bashk. Pas martesës. Pas martesës, 2 vite pas martesës, po. Ne preferonim që gjërat i kemi me një farë lloj rendi. Nëse Zoti Madh jep emër, donim që ashtu të bëhej. Fillimisht ishim shumë të lidhur me njëri tjetrin, donim që ajo lidhja jon të bëhej fort, të bëhej e shëndetshme. E pastaj karriera, kemi qenë shumë të fokusuar te karriera, koncertet, donim që të arrijmë një farë lloj pike. Pastaj shtëpia. Tjetër. Hap pas hapi dhe ka qenë një proces që ne e kemi shijuar shumë. Gjithë këto etapa, le t'i themi. Edhe pastaj u vë dasma dhe qa prite tjetër. Pra nuk pritet fare, ishte ajo që e donit. Ishte ajo që e donim. Gjithsesi ne kemi pasur një bisedë shumë të gjatë me Lindi, në qoftë se ne të dy ishim gati për një përgjegjësi kaq të madhe, sepse mendoj që njerëzit e ndërgjegjshëm duhet ta bëjnë këtë. Pas bisedës ne thamë tani kur të doj që të vi, po, kur të bëj Zoti emrin e jemi. Dhe Zoti ta ketë shkruar në fakt për të ardhur. Ja, është shumë e rëndësishme në fakt kjo pjesë, se ti ma përmend edhe fakt njerëzit duhet të jenë gati, duhet të ndihen gati, duhet të kenë le të themi atë thirrjen që po ka ardhur momenti që ju të bëheni prindër, sepse përgjegjësia është tepër e madhe dhe çiftin gjithashtu mund ta penalizojë nëse nuk janë gati për një të tretë në shtëpinë e tyre. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, besoj, edhe kjo reflektohet edhe më pas nëse ti nuk je gati. Patjetër, atë po mendoja përderisa po ma parashtroje pyetjen, sepse unë mendoj që Drin ka ardhur në momentin më ideal. E ka sjell Zoti atëherë kur ne të dy kishim një dashuri shumë të madhe me njëri tjetrin. Kuptoheshim shumë mirë, kishim arritur disa gjëra, edhe ishte një dritë e cila unë e ndjej si shumë të ndritshme atë periudhën kur morëm vesh që isha shtatzan. Edhe
Nuk e di, siç e thash, një bisedë shumë e gjatë mes meje dhe Lindit, sepse kishte shumë vite që po jetonim vetëm të dy. Edhe ishte pak e frikshme në thojza, le të themi mendimi që do kemi një të tretë në shtëpi, por ai është gjëja më e gëzueshme, është gjëja më e bukur për momentin e shtëpisë, gjithmonë do të jetë ashtu besoj. Si ka qenë shtatzania jote? O, ka qenë shumë e bukur. Domethënë ka qenë aq e bukur sa që mua gati nuk ka arrija ta besoj. Ishte shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, shumë e mbar. Prandaj ka lindur edhe kënga, duke thënë që është aq e bukur sa që nuk më duket gati e vërtet. Nuk kam pas shqetësime, pavarësisht se ke pasur pak. Jo, vetëm aromat. Edhe aromat, erërat. I kam pas shumë detergjentët, po, shampo, çfarë hoqe dorë aso kohë? Parfum patjetër, kremra trupi patjetër, shumë gjëra, nuk bëra kur më thonjt. Okej. Qa bëra tjetër? Gjithashtu dua të them që përpara se të vinte Drin, ne që të dy bëm edhe një dietë shumë të mirë, sepse donim që trupi, regjim ushqimor, donim që trupi të ishte shumë i pastër, shumë gati, të gjitha analizat paraprake. Edhe prandaj më duket edhe ka ardhur aq shpejt. Por 3 muajt e parë kanë qenë vështirë sepse ka qenë edhe piku i sezonit të verës që ne kishim shumë punë. Lëvizja andej këtej. Megjithatë në këto 3 muaj ju e mbajtët të fshetë? Ne nuk do thoja, s'kam pasur asgjë për mister, për të fshetë, po unë doja të isha shumë e pjekur emocionalisht. Do me thënë doja ta kisha jetuar me trupin tim një herë. Ta pranoje të ndryshim, sepse ka qenë shok ditët e para. Pavarësisht se ishim shumë gati. Ishe shtatzan, ka qenë shok, Ka qenë shok. Prapë edhe pse ishit gati, edhe pse ishit bërë atë regjimin që është gjë shumë e mirë, në fakt se duhet folur për ato 1 ditët e para dhe nis para se të mbesë shtatzan logjikisht. Por prapë kishte shok. Kishte shok sepse ore ti mund t'i mendosh gjitha gjërat, mund të lexosh gjithçka, por kur të ndodh njerëz jemi, ndryshon gjithçka. Kur ndodh. E drejt. Dhe kështu ndodhi edhe me ne. Unë disi e kalova, le themi, pastaj ja pasova Lindi. Por ka qenë shok. Si kur morëm vesh që unë isha shtatzan, edhe kur Lindi. Edhe kur Lindi njëkohësisht. Megjithatë në ato muajt e parë ju nisët të realizonit edhe epin tuaj, epin e parë, kështu që pa tjetër që ajo do të kishte kulmin e vet me këngën që ju do i kushtonit pritjes së ëmbël, ajo që u bë, le themi refren edhe që vazhdon tjetër refreni shumë mama e prindërve në pritje njëkohësisht. Si lindi ajo këngë, si erdhi në zemër, si u shkrua, sepse ndryshe ne nuk flasim zakonisht për karrierën këtu, më shumë se sa flasim për çdo gjë që prekim për mëmsinë, por kjo këngë është posaçërisht për këtë pjesë. Shiko, unë mbaj mend fare mirë kur ka ardhur motivi i parë në kokën time, kemi qenë në një koncert në Dërmi, ka qenë vonë, edhe në makinë vetëm më rrotullohej diçka me zipres gjithkohës, me zipres. Edhe po nuk ja thash Lindit fare. E bluajta mirë me veten, i shtrydha gjithë emocionet dhe në fund fare i them duket që kam një këngë shumë të bukur. Edhe kështu pastaj ne ikëm në një pushim, zakonisht këtë bëjmë procesin e zhvillimit të këngëve, shkojmë diku që jemi vetëm ne të dy, qetësi edhe bëjmë demot e para. Aty u zhvillua. Po ka qenë ajo kënga është e gjitha emocion, është gjithçka që unë mund të përshkruaj për mua si Venera, për atë periudhë aq të bukur. Edhe prandaj më imagjinoje ti në atë moment? Qa unë imagjinoja s'ka lidhje fare për qa po jetojmë sot. Le të themi në shumicën e rasteve, po nuk e di, unë e vetmja gjë që doja thosha o Zot, sa shumë e kemi paramenduar si do duket, si do jetë. Ajo dora e vogël e butë, aroma, nuk e di, këto ishin gjërat që më lidhin. Pavarësisht të kisha frikë edhe unë. Edhe po ndihesha gati. Ishe gati për kështu jam, atë gjë. Edhe teksti i këngës. Dhe ajo do të vinte në këtë, le themi në këtë album, me cili do të bëjë edhe refrenin shumë prindërve. Si e ndjen ti veten që është
refreni shumë pritjeve të Rinda, unë ëmbla. marr shumë mesazhe në lidhje me këtë këngën, po shumë. Domethënë histori nga më të ndryshmet. Përpara se të jem futur në sallë, përpara se të lindje Adrini, nuk ka ardhur një mesazh shumë i bukur që për çështje privatësia unë edhe nuk do doja fare ta. Po ai më ka dhënë shumë forcë. Ne kemi kënduar në gender reveal të zdisa prindërve në Shqipëri, vazhdojmë e bëjmë. Ka një emocion të papar sa herë që këndojmë këngën. Sa që edhe mua më ka hyp shefin që shtatzanin tjetër dua ta bëj një gender reveal për vete. Se nuk e ke bërë. Jo, Po fare. pse zgjodhet mos e bëni? Sepse nuk është se unë të thash ishim në pikun e punës, edhe unë thjesht shkoja bëja të dy bashkë, unë bënim ato kontrollet e ekot, edhe në një moment isha vetëm 10-11 javë që mbaj mend, doktoresha thot është djalë. Ta thot ajo? Po. Thot, po herës tjetër kur të vish do ta tregoj më saktë. Ja, mirë thamu, super, djalë. Por unë e dija që është djalë. Nuk e di pse e ndjeja. Si e ndjen? Shumë vite më përpara se të vinte Drini. E dija, nuk e di pse e mendoja vetën një djali. Edhe pse le të themi gjithë jetën kam menduar që do jem mamë e një vajze, por që për këtë e dija që do ishte djalë. Nuk e di. Edhe nuk u surprizova fare, që është e vërteta. Kur ti e këndoje këtë këngë, sepse unë jam e bindur që edhe hormonalisht të gjatë shtatzanit, gjatë prisje të ëmbël, sigurisht që lëvizin ato hormonet edhe sigurisht ti qanë edhe me reklamat kur i thonë njerëzit. Ti a që ajo shpesh me këngën tënde? Unë kam qarë shumë gjatë procesit. Shumë. Po pastaj kur doli kënga, më duket sikur e kisha konsumuar. E kisha përtypur. Po. Prandaj thash që është shumë e rëndësishme edhe momenti kur ti e nxjerr, në rastin ton zorëm këngën, por që edhe lajmin, doja të isha emocionalisht shumë gati. Sa muaj ishte kur doli lajmi? 6.5 gati te 7. Që ka qenë goxha gjatë. Po unë as nuk dukesh as, edhe di si më duke, nëse nuk më pyet njeri pse duhet ta them? Po. Pse duhet ta tregoj? Por jo që ta fsheh ose nuk e di. Ishte supersticioze le të them. Nga kjo gjë. Jo, thjesht po më pyeti po patjetër. Ashtu ndodhe edhe sot e njëjta filozofi edhe me Drinin. Ne dalim, shëtisim, njerëzit na ndalojnë, duan ta shohin, por nuk e kemi zbuluar akoma imazhin e tij në rrjetet sociale. Kushdo që do ta shohi, po patjetër, por jo. Se në fakt të gjithë janë patjetër kuriozë, sidomos për personazhet publik duan të shohin fëmijët, duan të shohin gjashmërinë, kujt i ngjan më shumë, sepse kështu përballemi shpesh me këto. Kjo për ne është edhe pak ngarkesë, mendoj unë deri diku. Është mirë, dhe do të kalonte një shtatzani e bukur, e lehtë, pa komplikime, por ajo që ndodhi në shtatzanin tënde është që ti preferove që mos të ndiqesh në Tiranë, në vendin ku jetoje, por në vendin e lindjes tënde. Pse? Unë jam ndjekur në Struk nga një ginekologe shumë e zonja, shumë e mirë, njeri shumë i mirë mbi gjitha, doktoresh Violeta. E kam një njeri shumë të rëndësishëm tjetës, sepse ajo dinte gjithë historikun tim mjekësore dhe unë doja që t'isha shumë e sigurt. E në fakt kjo ndodhi, isha shumë e sigurt, kisha shumë besim tek ajo dhe unë ju lëshova totalisht. Një paciente shumë e bindur. Sa herë shkoje për vizita? Jo dhe shumë shpesh. Jo dhe shumë shpesh. Kur më thonte ajo, patjetër isha shumë e saktë, por që jo dhe shumë shpesh, nuk kam bërë shumë shpesh. Kur e ndjeve goditjen e parë? Ka qenë e bukur se unë prisja goditje. Jo, nuk është ashtu. Edhe më thot doktoresha, Venera, ke ndjerë diçka? Them unë, jo, nuk di. Po thot, kështu në i gudulisje, në i flutur. Ato po, them. Ato janë. Po këto janë, Venera. Po prisja goditje, nuk... Në i flutur. Më beso që nuk dhja shumë gjëra. Asot e kësaj dite nuk është se... Nuk e realizon dot kur e thonë. Po ndërkohë, ato goditet e forta, kur niste dhe kur filloje ta përjetoje ta mamë dhe ta kuptoje që në trupin tënd po rritej në bebe, një jetë tjetër. Shiko se unë... Do të thënë, po flas sa gjëra që edhe po i dëgjoj vetë për herë të parë sot, kupton? Edhe sa shpejt që ka ikur koha një herë.
Drini nuk është se lëvizte shumë. Ai është i qetë edhe sot e kësaj dite, shumë fëmijë i mbar i qetë. Po patjetër një gëzim shumë i madh kur shihje që ikte këteja, apo shkonte, apo lëvizte diçka shumë interesante, diçka që të lëvizte barku, diçka që po e rrit bashkë me ty. Shumë e bukur. Cilës gjëje ai reagonte më shumë, ndaj ndonjë ushqimi, ndaj ndonjë muzike, ndaj ndonjë veprimi tëndin. Me muzikën. Gjithmonë reagonte. Me muzikën ka qenë sepse unë kam bërë gjithkohë, unë nuk jam daluar edhe nga puna fare. Bëja edhe kurset e kantos, edhe është rritur me vokalica çdo ditë. Me këngët. Kështu që do e di natyrshëm në të ardhmen. Edhe sot ai ka këngën e tij të preferuar All My Love të Coldplay, sepse e kemi dëgjuar shumë gjatë shtatzanisë edhe sot ndjen një farë lloj qetësie sa herë dëgjon atë. Është ndalon gjithçka. Dhe do të lindje zgjodhe strugëm, po ashtu për lindje. Shkove në ditët e fundit të shtatzanisë atje. Qëndrove tek prindit. Po, qëndrova tek prindërit. Ne nisëm me doktoresh Violetën edhe pastaj tha jo unë njoh shumë mjek të mirë edhe në Tiranë që ti mundesh ta bësh lindjen atje që të mos kesh nevojën për të lëvizur, po pastaj unë mendova njerëzit jashtë kanë 2-3 orë larg spitalet e bëjnë, struga ja ku është, thashtë hajde ta vazhdoj deri në fund. Edhe po, ka ndihmuar edhe fakti që isha në shtëpinë time, mami ato ditët e para më ka qëndruar aty shumë afër, shumë pranë dhe bëra vendosëm të lindim në strug. Drini ka lindur në strug. Le themi on C-section apo vendosën ta ndiqe natyrisht deri në fund? Ka qenë me operacion C-section. Ishte zgjedhje personale apo? Jo, unë të thash, unë dëgjova doktoreshën deri në pikën e fundit. Çfarë të tha ajo? Ajo, ishin ditët e fundit që unë po bëja kontrole çdo 2 ditë, dhe në 1 mars, ka qenë dhe dita e parë e Ramazanit, ne jemi besimtarë edhe nuk e di ndjeja diçka, atë ditë është ditëlindja edhe vllai tim. Shkova për kontroll, nuk isha ngrënë, deri në orën 12 më tha konsumo, normalisht unë nuk po agjeroja, edhe tha do vish në orën 4. Shkova dhe më tha, Venera, si të duket? E bëjmë sot? Po, thash, unë e bëjmë. Lindi, qa do bëjmë? Qa do bëjmë sot? O, sot më tepër i përjeton ai se sa unë që është e vërtetë. Jo, si ta bëjmë sot? Po prit, ndalo një herë, ta shohim. Jo, them, doktoresha po thotë që jemi gati edhe sot, ta bëjmë sot. Edhe kështu ndodhi, në 8:43 ka lindur Drini. Të darkës. Kështë marrë përpara informacion për C-section? Orinda, unë nuk jam shumë e mirë të këto. Në fakt, nuk është se kam lexuar shumë, nuk është se kam marrë shumë informacion. Unë shpesh herë bisedoja me gjyshen time, me mamin, me vjerën, për situatat të tilla, qa i ndodh trupi, si vjen lindja, po jo të ulem dhe të lexoj shumë. Në fakt, fillova, po stopova një moment, sepse po më konfuzonte. Po të ngarkonte? Po më ngarkonte. Pastaj kisha një doktoresh shumë të mirë, të cilës i besoja, e thash, jam në dorën tënde. Dhe kështu, dhe i kam ndjekur shumë gjëra me instinkt, me atë që më ka thënë trupi. Unë e dija që dhimbje do kisha, unë e dija që si natyrale, si me C-section, dhimbje do t'ishin, sepse një ndryshim aq i madh në jetën e një gruaje nuk mund të vi pa një dhimbje. Për më tepër gjëja më e bukur. Edhe kështu nuk dija shumë gjëra, po qa kisha biseduar me, kisha besim. Kisha besim që do shkonte mbar. Dhe atë dark kur po më fal, po nuk e di pse shpeshherë kur linda Drini pastaj më vonë më thoshin, e ke bërë vetë apo natyral? Thosha unë vete bëra unë, me doktoreshën. Po. Se di pse e bënin këtë vetë apo natyral? Vetë dhe C-section vetë, besoj vetë. Po, nga trupi yt del bebi në fund fare, sepse ka një lloj përplasje, mendimesh sa i përket C-section apo natyral. Njerëzit gjykojnë më tepër, sa i përket kësaj që e bën vetë, s'ke fuqi ta bësh vetë, futesh direkt, i bie shkurt me operacion, nuk është ti bie shkurt me operacion edhe në fund fare. Jo, fare, jo, madje unë normalisht kam pasur dhimbje derisa u rekuperova, normal është
Doktoresha këtë më thonte që në të dyja rastet dhimbje do ketë. Do kesh. Është proces, është krejt normale, është. Është e vërtet. Gjyshja ime thoshte gjithmonë trupi i ka bërë Zoti gjëra që ti të përballosh edhe këtë dhimbje dhe do e bësh natyral. Kupton kishte ca. Prandaj thash, duke qenë se ke folur dhe me gjyshen, normalisht ajo ka qenë me atë ide. Thoshte gjithë ne si kemi lindur, si i kemi lindur ne gjithë këto, kupton? Thosha unë po patjetër, ashtu. Do të thënë konfuzohesh, pastaj ke mamin që thotë jo, do dëgjosh doktoreshën, do dëgjosh. Do të thënë ka luftë brezash gjithmonë me mendimet. Por e rëndësishme është të shëndoshe mirë në fund fare. S'ka asnjë gjë tjetër më shumë rëndësi se sa kjo. Por kur ai lindi, atë të qarën e parë, kujton? Orinda nuk e kujtoj sepse Drini në përgjithësi nuk është se qanë. Për Zotin nuk është se qanë, është një fëmijë shumë mund të grinde diçka, po jo. Tani ka filluar të hedhi dhe hapat e para rrëzohet edhe qanë nga pak. Po nuk e mbaj mend mirë sepse unë e kam bërë edhe operacionin me anestezi totale. Totale. Okay. Kështu e pat arsyesh me doktoresha dhe unë ndoshta edhe për të mos panikuar, edhe varet se si mund të reagonte trupi njëkohësisht. Edhe kur u zgjova, mbaj mend që kisha shumë dhimbje, edhe kisha Drinin, po edhe këtë e kam shok, nuk është se e kam shumë të përjetuar si çdo vajzë tjetër. Kam përshtypjen që është nga anestezia. Ndërkohë Lindi thotë që ka qenë emocioni më i bukur, ka qenë gjëja më e bukur që ai ka përjetuar në jetë, sepse ai le të themi e ka mbajtur më gjatë në gjoks. Pra ai është i pari që e ka marrë. Edhe unë ja lash si do të thënë porosi, nuk e di se në çfarë gjendje do jem unë, po që ti duhet ta mbash patjetër. Edhe kur i shoh ato videot, fotot sot me Lindin edhe Drinin në krah. Po ndërkohë ajo dashuria erdhi më njëherë, ajo çmenduria pas bebit. Unë mendoj që gradualisht edhe ajo, po, ka qenë momenti më i bukur me Drinin kur e kam vënë në gji. Edhe mënyra se si ma shpjegonte ajo motra medicinale aty, se si të mbaj krahun, se si ta shtrëngoj pak me krahun, kujdes dorën. Domethënë, mu duk shumë poezie bukur. Magjike, po. Magjike. Dhe kur e vendosa djalin në gji edhe ai ishte direkt ishte çka ka bërë Zoti. Ky ishte momenti më i bukur dhe që e ndjeva, aty më solli në tokë, tamam. E di. Por, ka qenë faza tjetër, ato ditët e para, si kanë qenë në shtëpi më pas? Kam pas pak dhimbje, që është e vërteta sepse po mirë edhe disa pika që ishin për mbledhjen e uterusit. Po, okay. Mitrës, edhe ato më jep një pak shqetësime dhe dhimbje, por që doktoresha më tha që janë shumë të mira, edhe në fakt jam rekuperuar shumë shpejt. Dita e 5 mendoj që ka qenë ndër më të vështirat, sepse më duket që aty pak përjetova edhe një çik baby blue, po që ishte vetëm shumë e shpejt. Çfarë? Si në çfarë formë? Urinda shija një gjë shumë të vogël në dorë që s'po jepsha duma se si. Po. Ku ta laj, ku ta kap, ku ta prek, pavarësisht që kisha edhe mamin, po edhe mami më duket sikur kishte harruar. Edhe pash më të emocionuar se unë, i thashe diqa leja. Do ta merri ti në dorë. Në fakt qatë ditë mblodha veten edhe jo, s'kam pastaj më probleme, le të themi. Ke qenë gjithkohës një mami gjithdhënëse, pra në ato të paktën periudhën e parë? Deri në 6 muaj ekskluzivisht vetëm me gji. Vetëm me gji, po. Të e ke shijuar këtë? Unë nuk jam fare gati që Drini ta lë. S'jam fare gati. Mendoj që kjo do jetë diçka që mua do më trondisi i qik. Po nuk e pse, sepse je ende në kohë. Je ende në kohë, do më thënë për ta mbajtur me të. Nuk e di pse mendoj që sa ti mbushi një vjeç, pastaj do ndryshojnë gjërat. S'di pse mendoj kështu. Nuk ndryshon, jo. Nuk besoj që ndryshon, edhe unë vetë, do më thënë, e di shumë mirë atë momentin që ti e kujtoj edhe vetë që sa të dhëmb ajo pjesa që pse duhet ta heqësh, ndërkohë që unë kam pas mungesë, erdhi sepse si rrjedhoj mungesës, por kur ti nëse do kisha do e mbaja, absolutisht do e mbaja, edhe pse isha nisur dhe unë në fillim që 9 muaj edhe do e lë, sepse ashtu më kishte thënë doktori që është mjaftueshëm, nuk ka problem, 9 muaj deri në 12 muaj jemi idealisht shumë mirë. Gjithsesi,
duke pasur atë mendim, kur erdhi muaj 9, edhe unë s'po kisha më, thash, po pse duhet ishte kështu fati im, sepse unë duhet të vazhdoja akoma, duhet edhe, prandaj kam pasur doktor këtu që e kanë sugjeruar që të vazhdoj të paktën 2 vjeç, bebi duhet të vazhdoj të mbajnë nëse ke mundësi, vazhdoja, domethënë nuk është një lidhje dhe për më tepër është lehtësuese, sepse ti je një mamë që s'ke përdorur biberona për shembull. Jo, fare, nuk I njeh drini ato, fare. Si bëjmë përshtypje, do gjithçka natyrale. Je një mamë që do të nuk të dashur të lash të sterilizosh le të themi biberonat për natë. Pas muajit të 6 kur filluam edhe tek tuk të shtojmë me do një shtesë, po jo, pastaj ai filloi ushqimin edhe nuk është se pati shumë të nevojshme edhe formulën. Edhe sot e kësaj dite hajde ndonjëherë nëse ja përdor ndonjëherë formulën. Po pse ja ke përdor? Po njëherë filloj me atë frikën që apo ngopet as po ngopet, pavarësisht që ai po shtonte nga 1 kile për çdo muaj. Po nuk e di se si më duke vetja si e përjashtuar. Gjithë mamat ndonjëherë dhe ja japin për ta. Nuk e di pse. Kjo është moda Instagramit. Dhe kjo është moda që jo da që mirë. Jo aq e mirë. Po. Gjithsesi unë le të themi dëgjohet zërim deri diku, le të bëjmë në Instagram të paktën të japim versionin më të mirë të gjërave. Unë të paktën nëse jap ndonjë sugjerime, bëj vetëm atë që kam provuar të drini, se s'dua asesi që të marri kakje tjetër. Unë buroj në strug, unë buroj në pej, I bëj malet bashk, s'kej. Është shumë dashuri drin islami. E këtu jam të emri, të zgjedhja e emrit. Shpirt I vogël, si emër e kam. E kujtoj atë fotografinë që ju keni bërë bashkë të gjithë si familje, është shumë e bukur në fakt. Dhe aty edhe këtë, le të themi këtë paragrafin që ju kishit zgjedhur për të prezantuar ardhin e drin tek njerëzit. Dhe po emri është ajo që ju bën bashkë këto dy si çift apo jo, Ishte e vështirë për ta gjetur këtë emër apo? Fare nuk ishte e vështirë, më beso. Ne kishim dëgjuar diku si emër edhe si, me thënë, diku ku kemi kënduar në një vjetorin e një bebeje, më tha mami, djali quhet Drinta sepse kështu. Dhe tha, mendoj që ju të dyve mund të shkojë shumë mirë, po shumë kohë përpara, dhe unë çfarë dy thash, ka shumë të drejtë. Po. Ne donim shumë që të ishte një emër shqiptar, sepse ai mund të jetë banori botës, po që patjetër. Është një gjë e bukur që mund ta mbarti me vete gjithandej. Edhe për më tepër është drini I bardhë në pej, është drini I zi në strug, edhe që janë dy degët më të mëdha të drini që bëhen bashkë këtu në Shqipëri. E thash, kjo është me pak fjalë, kjo është lidhja jonë, jeta jonë. Ashtu e pas tjetën, të bukur si drini I bardhë. A fillove ta thrisësh në bark? Apo jo? Jo, nuk kam guxuar. Nuk e di pse. Jo. Edhe kur lindi madje ne kishim 2 emra në fakt, më falë se dua të kishim 2 emra sepse të shpjegova atë dritën që un kam përjetuar në fillim. Mua më pëlqente shumë emri Driti, Ndrin, Drini. Po thoshte lindi mos e kompliko, leje Drin. Është shumë mirë. Po thoshte hajde le të lindi edhe e shohim atë ditë edhe çfarë ndjesie na vjen. E mbaj mend këtë lindi që ka ardhur, ka thënë zemër I ka sy të oqean, është shumë I bukur. Dhe mu Drin, sy të kaltër Drin. Po për, le themi për produktet e bebit, kur niste, le themi dhe për valigjën e maternitetit, kur niste ti bëje përgatitjet? 1 muaj përpara, le të themi. Sepse unë deri në 10 orë kemi qenë full me punë, edhe këto që më sugjeronin për produkte, I thosha diçka, do I bisedojmë gjitha këto nga janari. Po. Nga fundi janarit kemi bërgati dhomën, krevatin, produktet e çantës maternitetit, e këto gjërat. Ka qenë gati aty gjithkohës çanta maternitetit për çdo rast? Jo, çantën
Çantën si çantë, ma ka sjell lindi një ditë përpara se të lindja. Okej. Unë jam shumë e fiksuar te këto gjëra. Kisha bërë disa gjëra gati, po un kam edhe kushërirën time që punon te Spitali Ginekologjik në Strugë dhe më thonte që mos e ke fare merak se unë jam aty, i kemi të gjitha, po. Por veshjet e bebit, kur të dile nga materniteti, ti ose që në momentin që lindi, ishe kujdesur që ti për zgjidhje dhe për më tepër një gjë që bëjnë mamat shpesh që dhe sugjerohet është që i lajnë të gjitha rrobat përpara? Po patjetër, i kisha larë që të gjitha, patjetër. I kisha larë që të gjitha me detergjent krejt apostafat për rrobat e bebit, sepse Drini ka dhe lëkurën shumë të ndjeshme, domethënë nëse ka një problem kjo ka qenë që është shumë i ndjeshëm. I kisha larë, i kisha hekurosur, i kisha vënë varse që të gjitha, duke shumë e bukur estetikisht ajo dhoma, po ai nuk fleti as edhe një ditë aty. Qa ishin gjërat të marketueshme që ty s'të fuhin punë pasi lindi Drin? Shumë gjëra në fakt s'm kanë hyrë në punë. Krevati një herë jo. Dhoma e bebit, pra më pak. Dhoma e bebit, jo. Se besoj Next to Me atë ka bërë punë, apo ti ju e keni në krevat? Unë e kam një Next to Me te krevati, po Drini vazhdon flen në mes. Pra keni një co-sleeping, po tamam co-sleeping. Po ja, besoj tani nga sa të mbushi një vjeç, avash do fillojmë se mendoj, do jetë aty bashkë me ne gjithsesi, po anash. Që në fillim keni bërë co-sleeping? Që kur ishte? Jo, muajt e parë ka qenë tek Next to Me, po pastaj më vonë filloi, nuk vlen Drini, nëse vjen te krevati vet, nuk le fare. Pavarësisht se është në një dhomë. Po s'kishe frikë? Frikë po kam, po unë kam një gjumë shumë të lehtë. Më tepër frikën e kam pak të lindi, se edhe lodhemi, po. Po patjetër. Po jo, edhe ai është shumë i kujdesshëm. Krevati është i madh, ka boll shumë. Ka po vazhdisht ai ka filluar tani bën, rrotullohet. Po mirë, në muajt në vazhdim ti do të qëndroje pushim nga kënga, nga koncertet, apo vendose që të ktheheshe? Jo, unë kam pasur prezantimin tim të parë në Skem pas lindjes në 20 maj, 20 mars, Drini ka lindur në 1 mars. 20 ditë më pas. 20 ditë më pas, po. Me Drinin aty në backstage, bukur, e kam marrë në përgjërime, e kam marrë në për koncerte, pavarësisht se minutazhi është më i reduktuar tani, nuk është se këndojmë shumë gjatë. Po jo, ka ardhur me neve gjithandej, më duket që edhe ai i shijon. E shijon atë pjesë. Po ushqyerja ka qenë shumë e lehtë, është adaptuar shumë shpejt. Kur ja nisa? Kam prezantuar pra solidin në klasën, se ushqyerja nisë që kur lind bebi, po. E kuptueshme, po. Kam prezantuar 5 muaj e 3 javë, diçka e tillë, pastaj te 6-ta filluam. Po e mori direkt. Unë i kam thënë palc. Po. Patate të ëmbël, palca. Edhe besoj e ka vazhdon e ka në rutinën e vet. Patjetër, është e përfunduara. Edhe avokado më duket diçka e tillë, po. Ka qenë një fëmijë i mbar në ushqyerje? Shumë i mbar. Është një lups i vogël. I pëlqen ushqimi. Është si unë edhe si lindi pak a shumë. Nuk bën naze fare, ose edhe fakti që edhe ne ja kemi prezantuar shumë ushqime, domethënë ka gjitha llojet. Nuk bën mbrapsht, i pëlqen të han. Po unë kam lënë gjithmonë në rahatin e vet. Një luk tani don të bëj 10 minuta pushim, po patjetër. Pra ti po shumë eksplorues se sa, le të themi një ushqyerje e strikta. Po patjetër, po patjetër. Sa ndihmon edhe në senset. Nuk i kthej as edhe një herë, domethënë don që të provoj diçka, apo ta kapi me dorë, apo nuk është në çefin e vet gjithmonë. E drejt. Ju jetoni këtu me djalin, të dy, pra të tre tashmë, por pa ndim, besoj. Jo, jemi vetëm të tre, po. Si është? Është më e vështirë ta menaxhoni të gjithë jetën tuaj, për mos pasur një lloj mbështetje se mos kishit gjyshrit, le të themi këtu që mund t'japi një dorë. Po kjo ka qenë edhe frika jonë më e madhe përpara se të vendosnim që të sillnim në jetë një fëmijë, se jemi vetëm të dy nuk
karriera, kishim ndërtuar diçka, nuk donjim që të stoponte. Më thënë ka kështu, ne vazhdojmë jemi vetëm të dy, lindin e kam krah shumë. Biles shokët e ti ndonjëherë tallen, më lindi thonë ndihmon Venera i çik. Po, thot me karrocë më ndihmon. Është nuk e di, e dija që do jetë një baba shumë i përkushtuar, por është e ndajmë të dy shumë mrekullisht mirë këtë proces kaq të bukur. Domethënë ai është nga 8 deri në 4 në punë, pastaj 4 e 7:30 jam unë. I kemi ndarë kështu, por patjetër kur kemi koncerte kemi ndihmën e gjyshërve, tezes. Kush është më shumë i fiksuar nga ju të dy? Në më strikt me situata të gjëra. ndryshme, periudha të ndryshme që të dy, le të themi, jemi pak të fiksuar, po së fundmi për shembull me ushqimin lindi pak më tepër. Copë madhe, copë vogël, mos kështu. Domethënë dhe shpesh herë i them, ore frikrat e tua s'duhet pse ja kalon ti transmetosh. djalit, ai ka 8 dhëm tashmë. I hani copë ton. Kur i ka dalë dhëmi i parë? Një ditë përpara se të mbushte 6 muaj. Dhe i keni bërë një tort për atë thëmbin? Po pasonte ishte 6 mujori ditën tjetër, kështu që jam lodhën bashkë. Të dyja në një. Jo, po për dhëmbin një. A kanë një lodër të preferuar, Drine? Po, siç e thash, librat i do shumë, ato librat me zëra, me prekje, i do shumë. Arushi vogëlit është i preferuar i jonë. Panda në fillim ka qenë shumë i fiksuar pas pandave. Pastaj koala, së fundmi po topat, me top është qell të shtatë. Po. Pra nuk është se për shembull në shtrat merr ndonjë arush me vete? Jo, është shumë i lidhur pas meje, është shumë me flokët, me prek gjithçka. Është me mua, nuk i duhet arush, jo. Ma përshkruaj pak si është. O, zot, ai është një lind i vogël me sy të kaltër. Ja ka këput kokën. Po si ka mundësi? Po nuk e di. Do me thënë njerëzit thonë, se ka sytë e vetë, ka sytë e tu e kështu, po mos s'ka pse, unë e dua lindin, më pëlqen shumë kështu që... Patjetër, ti e ke zgjedhur në fund të ditës, po. Kurse lindi... Ne edhe kur shihnim me Ekon, duke që ishte lindi komplet. Duke në Eko? Po. Edhe më thoshte, jo, zemër s'ka shansë, se kështu thonë, jo, unë se shoh fare njerëz, gjithmonë që për mos të më bëj mua të ndjem një mirë, po që jo. Çuna dashu janë, e di. Edhe pse tani sikur ka filluar të bëj çik më mix, po që prap jo është. Bën më shumë pas teje apo pas lindit? Shiko, deri në 7 muaj ishte i çmendur pas lindit. Shumë. Kurse tani ka kthyer krejtësisht nga unë. Nuk e di, ndoshta ka kuptuar edhe këtë ndarjen, që ai tashmë është person vetë, është individ vetë dhe. Po lindin, nuk e di, kanë të dy. Zakonisht ndodhe kundërta. Vjen më thënë, në fillim është me mamin, po pastaj... Ka pak rregulla kur është me lindin, në kupton, loz, knaqet, e hedhe, qonë, sjelle. Kur është me mua është çik më edukative situata. Si është shtëpia juaj sot? Është rrëmuj, është... Jo, nuk është shumë rrëmuj, se nuk kemi shumë lodra, kemi ca, ato më të nevojshme dhe ato për kacet të muajit, po nuk është shumë rrëmuj, jo. Kur kthem unë nga puna është një çik. Vener, çfarë nuk duhet i mungoj një gruaje shtatzën sipas mendimit tënd? Diçka që mua më ka bërë shumë mirë dhe mendoj që unë e kam shijuar te mase pastaj tek gjithënia është ai kremi apo si quhet, po kremi. Po, shumë i rëndësishëm. I kokave të gjirit, po shumë i rëndësishëm. Çfarë bleve kot diçka që të hyri në punë fare? Rrobat shumë shpejt, veshje, teshat, shumë shpejt. Besim pa veshur. Besim pa veshur. Çfarë gjëja esenciale që nuk ta thot askush, mendon? Që këtë gjën duhet ta marrësh, por as ty nuk ta than. Unë thosha, çaj duhet karroca një bebi të vogël fare. Dhe më thoshin mamat, jo, do të duhet ty karrocat. Po. Dhe unë këtu kuptoja që se kisha kapur akoma. E ke përdorur shpesh karrocën? Po, shumë. Drini edhe pëlqen të flej aty atje. Për udhëtime një herë
Është, po, atë karrocën e kemi shpëtim. Ke karrocën e madhe, apo e ke përdorur shumë pak karrocën e madhe në dallim me atë të udhëtimeve? Të madhe, ne kemi marrë të madhe. Atë të Edhe të madhe. udhëtimeve, një të voçkël, por në udhëtime pak më të gjata preferoj ta marr të madhen sepse më duket më komode edhe. Si është rutina juaj? Një ditë e juaj e zakonshme. Si nis, në çfarë ore nis, vimësia? Mëngjesin e ka Lindi dhe Drini. Ata pastaj bëjnë mëngjes për mua, sepse unë marr një orësh pas tyre. Le të themi ata zgjojnë në 7, unë zgjojmë në 8. Që nga me fat më venera. Po. Po gjatë natës jam unë me Drinin. Ai zgjohet gjatë natës 2 herë të paktën për të pirë pak. Ose t'ja ndroj ndonjë pampers ose. Pra zgjohen në 7. Çfarë bëjnë në 7 kur zgjohen? E di që han Drini diçka, e pastaj është mëngjesi për ne të dy, kur zgjohem unë kam mëngjesin gati, gjithmonë ndodh kështu. Edhe pastaj Lindi shpejt e shpejt bëhet gati se duhet ka Për në punë? Për në punë. Deri në orën 4 jemi vetëm unë edhe Çfarë bëni ato orë bashkë? Gatuajmë, kënaqemi, këndojmë. Është shumë fëmijë i hareshëm, është shumë i qeshur, është nuk të bezdis fare. Bëjmë edhe ndonjë shëtitje me karrocë patjetër. Flen, ka edhe 1-2 orë të mirë gjatë ditës. Si ka gjumet gjatë ditës? 11 deri 12:41. Dhe pastaj pas dite nga ora 6 ka një dremkë prej 40 minutësh. Dhe kur bëhet gati për darkën? 8:30 kemi dushin, edhe banjon, edhe pastaj bëhemi gati për të fjetur. E ka të lehtë të kollajshëm gjumë? Tani është mirë, kurse më përpara, ca muaj më përpara, le të themi. Po sepse janë dhe regreset që ndodhin. Po. Domethënë ato regreset na kanë dalë shumë të sakta. 4 muajsh, 7, 8. Këto kanë qenë çik të, edhe dhëmbët. I keni pasur me temperaturë apo jo dhëmbët? Jo, fare. Një dhëmb i ka dalë biles në pushimin ton fundit tani që ishim, si u ndje fare. Me fatë është edhe imuniteti, besoj që ka qenë i fortë. Po, besoj. I ke përdorur suplement djalit? Po, vitaminat, po. Çfarë ke përdorur? Vitamina D patjetër, me DHA së fundmi, jodi. Edhe është një vitamin tjetër për imunitet, që kur kaluam një viroz shumë të lehtë nga dhjetori na dha doktoresha dhe tha vazhdoje derisa të mbaroj. Sa të përfundoj le të themi, edhe dimri njëkohësisht. Dhe ai pëlqen aq shumë ato vitaminat, hap gojën dhe bëhet gati. Është shumë. Pra përveç le të themi virozet shkurtër nuk është se keni pasur. Gjithsej një 2-3, njëra ishte si më shumë viroz gjatë verës. Nuk i shpëtoi zemra i vogël. Edhe tani në fund të dhjetorit pati një. Siç duket edhe më tepër ka qenë edhe fakti që edhe unë isha shumë e angazhuar në dhjetor, se kisha edhe premierën e Mary Poppins edhe rinte me gjyshet, siç duket edhe mungesa. E kam ndjer mungesën edhe ra imuniteti. Dikon në sepse kështu nuk është se u ftoha apo mori ndonjë viroz në shtëpi ka qenë. E qartë. Nuk e di. Kjo mendoj. Këto kanë qenë kryesisht. Shumë e rëndësishme. Ka pasur shumë. Nuk ka pasur. Tani unë do ik në shtëpi, mami im do e shohë këtë emision dhe do thotë, po mirë, pse ma për fol qunin? Keni merak këtë gjë? Po. Ato të shtëpis, po, patjeter. Po pse e përfol sa herë thotë? Po është gjë e mirë, dhe për t'i thënë edhe ne këtu kemi pasur mama që shpesh flasin shumë mirë për shtatzanin, por edhe për vimësin, lindjen edhe rritjen e fëmijëve, dhe shpesh kam pasur edhe nga ato mama që thonë që më komentojnë, më shkruajnë, po mirë Orina, pse vetëm mama të lumtura keni ju aty që ja dalin për çdo gjë shumë mirë ta? Po sepse jo të gjitha kanë eksperiencë të mirë, se duhet të kjo gjë. Prandaj ne duhet të kemi të dy anët e medaljet, është shumë e rëndësishme. Jo, e di çfarë po mendoja, sepse unë kryesisht kam parë, ose ndoshta kjo më ka tërhequr mua, nuk e di. Po. Kryesisht kam parë mama që kam pasur një farë lloj vështirësie gjatë shtatzanisë. Kjo ka qenë diçka që mua më ka shoqëruar gjatë, sepse unë thosha, pse mua po më shkon mirë? Ku do dali? Mund të jem ndryshe nga të tjerët. Ke pasur frikë nga kjo gjë? Normalisht, po. Edhe, e mendova edhe këtë, që thash, po, unë kam pasur një shtatzani shumë të mbarë, shqyqër Zotit, po vazhdojnë e tillë,
meraku është e do jetë gjithmonë. Patjetër. Fundit kjo është e imja. E di, jo, shumë e rëndësishme dhe shpeshherë ka doktor apo ginekolog apo që thonë që nëse shtazania ka qenë e mbarë, e qetë dhe mami ka qenë e qetë gjatë shtazanie, gjasat që edhe fëmijat jetë i qetë janë shumë të larta, dhe kështu që prandaj nuk është ndonjë çudi e madhe pse fëmia është i qetë, s'ka ndonjë. Këtë po ma thonte edhe terapistja ime, tha po duhet i gjaj prindërve, tha pse ti po prisje që të vinte një uragan në shtëpi. Dhe në fakt ti ke folur për pjesën e terapisë, është një gjë që ti e ke bërë dhe më përpara. Është një gjë që e aplikon aktualisht. Po, edhe është. Se është e domosdoshme, mendon? Kam vite në fakt që e bëj, edhe mendoj që është gjëja më e mirë që po i bëj vetes, sepse sikurse të bësh palestër trupit edhe shumë mirë, të mbash freskët edhe trurin, edhe ka gjëra që normalisht i diskuton me të gjithë, po jo domosdoshmërisht. Ka gjëra që ti shkon atje dhe dëgjon veten për herë të parë duke thënë disa gjëra. Është shumë refreskuese për trurin, është për qenë ti e qetë. Pse duhet të mbigarkojmë veten me mendime, është shumë sa gjëra janë shumë të thjeshta se sa ne i bëjmë. E di. Edhe unë prandaj kam preferuar gjithmonë që të kem një herë një javë atë seancën time. Sa i përket vaksinave, ja ke bërë deri më tani Drinit? Po, ja kam bërë që gjitha. Si ka qenë vaksina e parë dhe si e ke përjetuar ti? Të parën fare e mbaj mend në strug. Sa ishte, sa shumë pak, sa ditësh, po. Kam qarë Orinda, nuk e di, duke e pa mundur, do me thonë, kur shihja të gjilpërën dhe thosha, kjo do i futet në trup qunit tim, s'ka shans. Kam qarë keq fare, shumë. Po mendoj që e dyta bëhet edhe më keq akoma, dhe pastaj kam pas një farloj traume për të dytën, që është e vërteta. Po jo, shqyqyr Zoti, Drini ka kaluar mirë. I ka kaluar mirë, pa shumë temperature, i ka kaluar goxha mirë. Ke qenë ti skeptike për vaksinat? Jo, nuk kam qenë skeptike. Unë mendoj që ashtu sikur se jemi rritur edhe ne, pa ju futur shumë thellë gjërave, mendoj që janë të domosdoshme për të mbrojtur fëmijët tanë, kështu që jo, i kam bërë gjitha vaksinat. Dhe mendon që Drini ka bërë gjitha vaksinat, po patjetër do bëjmë edhe të tjerat. Tani kemi atë të 1 vjeçarit. Më mirë. Do e shtysh apo do e bësh në kohë? Kemi një dozë përforcuesit të pneumokokut, më duket, në datën 2 mars dhe pastaj tjetrën kur të më thotë doktori, pra. Do e ndjekësh sipas këshillës. Kemi një doktoresh pediatre shumë të mirë edhe këtu në Tiranë që. Po. Nuk e di, e dua shumë, doktoresh Holton. Tani do flasim një çik për udhëtimet, sepse unë i lash pak pas. Edhe për shkak se dua të kem edhe një lloj manuali udhëtimesh, sepse ti ke udhëtuar që kur Drini ka qenë i vogël në fakt. 2 muaj e gjys. Bebe fare. Edhe sepse është diçka që ju e bëni gjithmonë si çift. E dëshironi dhe nuk keni dashur që kjo gjëja të ndryshojë në jetën tuaj pse erdhi një beb. Po. Biles ne shpesh e themi me të qeshura, themi Drini duhet na bashkohet neve, ai duhet të mësohet me ne, jo ne me ata. Ne duhet jemi kështu, ne duhet udhtojmë deri më tani. Ne kështu jemi. Akoma s'ka bërë 1 vjeç, po sa vende ka vizituar deri më tani? 8. Dhe kemi kështu si fiksim, do bëjmë 12. Për 12 muaj, 12 vende, po ja të shohim qa mund kapim me një udhëtim disa. Po. 8. Udhëtimi i parë i ti ka qenë 2 muajsh, ku? Në Majorka kemi qenë. Sa ditë përpara u përgati me Mundesh, një javë e mirë, po. Çfarë mban gjithmonë me vete në çantë? Një listë me 2-3 gjëra që ti mban gjithmonë me vete. Po nga produkte që mendoj se më duhen patjetër janë letra të lagura dhe ndonjë badi, me pampers normalisht, kurse nga ushqimet ndonjë frut ose diçka edhe të gatshme. Po, patjetër. Që e rëndësishme është që të dalësh nga situata, edhe me një biskot në një gjë. Ndonjë crackers, ndonjë kënga që do i këndosh gjithmonë. Nani
Zotrin u shplej se gjumi të bën mirë, ti bën faqet kuq si molla, e të rritë të qonë të shkolla. Bener, faleminderit, ishte në mam. Faleminderit.